Prej formave të bullizimit bashkohor është dhe vjedhja e llogarive të rrjeteve sociale. Kur dikush merr llogarinë e tjetrit, futet në llogarinë e tjetrit, e vjedh atë dhe përdor për interesat e tij. E përdor për ta ulur tjetrin. Shkruan në emër të tij, ose ja mbyll llogarinë. E gjitha vetëm për ta ulur, për ta demaskuar, për ta nënçmuar, ofenduar në sytë e tjerëve. Apo mund të jenë pjesë të një grupi në rrjetet sociale dhe e përjashton atë me këto qëllime dëmtuese dhe ofenduese. Prej Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, cilët se ka thënë khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta asma'a al-awatiqa fi buyutiha. Dhe Allah sallam na mbajti një ligjërat derisa i bëri gratë të dëgjonin në shtëpitë e tyre. O ju njerëz që keni besuar me gjuhët tuaja. Pra keni besuar me gjuhët tuaja, keni thënë shahadetin islamin, por ende besimi nuk është ngulitur thellë në brendësin tuaj. Mos i merrni në përgojë muslimanët. Mos u merrni me thashëdheme dhe mos ndiqni gabimet e tyre. Sepse ai personi i cili ndjek gabimet e vllajt të vet besimtar, Allahu do t'ia shfaq zbuloj gabimet e tij.